Partizani B vijon përgatitjen në prag të sezonit të ri futbollistik, teksa në shtëpinë e futbollit zhvilloi një tjetër test miqësor këtë herë përballë Gnatias B. Të kuq të drejtuar nga Alfred Realisi nisën takimin mirë duke marrë kontrollin e lojës dhe duke krijuar disa raste rrezikshme pranë portës kundërshtare. Pas një aksioni të mirë, Nea Kokomani zhbllokoi sfidën me një goditje të fortë, duke kaluar Partizanin B në avantazh. Të kuqtë vijuan të ishin kërkuese, nuk vonuan të gjenin dhe golin e dytë. Jori Hasan u tregoi qetë në finalizim dhe dërgoi topin në rrjet, duke divishuar avantazhin e Partizanit. 2-0 ishte rezultati me të cilën mbyllte pjesa e parë. Pas pushimit, Partizani vijoi të kontrollonte lojën dhe të kërkonte golin e tretë. Të kuqt krijuan disa mundësi të mira, por finalizimi mungoi dhe rezultati mbeti pa ndryshuar deri në fund. Në përfundim, Partizani B triumfoi 2-0 nga Gnatias B, duke regjistruar një tjetër rezultat pozitiv në fazën përfitore. Ky ishte një tjetër test i vlefshëm për skuadrën drejtuar nga Alfred Realisi, e cila vijon punën për ndërtimin e një grupi konkurrues për sezonin e ri. Objektivi kryesor mbetet ngjitja në kategorinë e parë, ndërsa paralelisht vazhdon puna për zhvillimin e talenteve dhe afrimin e tyre në skuadrën e parë. Formacioni startues e këtij takimi ishte Babe Çamili, Bakalli, Mançi, Shpuza, Kokomani, Banushi, Hasanaj, Çokti, Frenki, Goga. U aktivizuan gjatë pjesës së dytë Zara, Gjuzi, Diallo, Vlashi, Nela, Çupi, Renga, Muça, Maloku, Stafuka, Osmani, Mangualo, Topalli.